Rritën të bindin 54 deputet të partive opozitare, si dhe listën serbe për prezencë në kuvend. Pasi të njëjtit, bojkotuan seancën. Çfarë do ndodhë tutje? Do flasim sot në studion e emisionit mëngjesit me miqtoan, dhe gjithashtu do të ndjekim nga ora 8 edhe konferencën për mediat paralajmëruar nga e para e shtetit Vjosa Osmani. Fillimisht, mirëmëngjes, mirë se erdhe Bardha Ahmeti. Valon Rashiti, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes. Vullnet Krasniqi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Azrin Shala, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Gonja, faleminderit shumë. Mbrëm me siguri keni qëndru deri në orët e vona, duke parë se çfarë është duke ndodhur në kuvendin e Kosovës. Valon, ndonjë koment rreth asaj që ndodhi mbrëm? Tash me folë si qytetari i Kosovës, jam jashtëzakonisht i zgënjur me atë filmin e metrazhit shkurt, nëse mund të themi që është shfaq dje mbrëm faktikisht kuvendin e Kosovës. E kem pa edhe, se me thonë, tendencën e fundit partisë për shtet me i bo ndryshimet kushtetuese në natën, dhe me thonë vonë që s'ka ndodhur asnjëherë në historinë parlamentare të kuvendit Kosovës. Krejt që ka ndodhur ishte një farë tentimi me i qiti, si me thonë, popullit syve, për shkak se e pam deri momentet e fundit, partia më e madhe, dhe me thonë, nuk e propozoi edhe kandidatin e dytë që është që u kërkua edhe paraprakisht, në krejt momentet e fundit krejt seancë u mor vesh që partia në pushtet e pas ka dhe kandidatin e dytë faktikisht si kërkohet edhe me ligj. Por nuk është një kandidat konsensual që do ta bashkonte edhe opozitën. Po, ishte edhe një tentativ e zotit Kurti, domethënë e kem pa edhe më herët që dikon prej familjes Jashari me pas si kandidat, po fatmirësisht askush prej familjes Jashari nuk pranoi me marrë një pozitiv, me që me siguri e kanë kuptuar edhe ata, se me thonë këtë tendencën e partisë pushtet që me fut edhe familjen Jasharin, nëse mund të themi, këtë farlojre politike, kështu që unë jam i lumtur që familja Jashari, askush nga familja Jashari faktikisht nuk ka pranuar më bo pjesë e kësaj lojre politike. Kandidat tjetër nuk arritën me gjetë asnjë prej partive politike, me gjithë takimet që patën edhe me zotin Kurti. Kështu që unë mendoj që fajin kryesor në krejt këtë situatë, këtë blokad të re që po futet vendi me gjasa, do të shkojmë zgjedhjes tash edhe presidentja me siguri do të flet në konferencë për media, e ka partia më e madhe e cila deri në momentet e fundit nuk tregoi kush është kandidat, kush do t'i futet garës, ai ka numra, domethënë ne tha ai kemi 68, tani na don 80, na don 79, domethënë krejt kjo situatë është fatkeqësisht e rëndë për shtetat e Kosovës se po pritet edhe njerë me shku në zgjedhje, tu e ditë edhe buxhetin, edhe situatën ekonomike, gjendjen ekonomike me cilët përballet edhe koleta e qytetarëve të Kosovës është jashtëzakonisht shqetësuese që edhe një herë do të shkojmë në zgjedhje. Bardh, si është qëndrimi i PSD-s lidhur me këtë situatë që është duke ndodhur aktualisht në vend? Ajde s'po mduket tani në zgjidhja. Për mu që me vullnetin na ka një ditë mas zgjedhje. Edhe më ke kritikuar, ke thonë. Ja, jena pajtu shumicën e kohës për arsyet që na kam përru në rezultatin zgjedhor të asaj dite. Mirë po vullneti ma pa të bo, tha një kritik dasha mirë, se tha ju të PSD-s, krejt mire keni, tha veç më se thunë autoritar, tha se nuk është. Unë menej që është momenti më tërhek vullneti edhe krejt njerës që kanë menu kështu. Menej që nuk ka mundësi me shpërfaq dikush ma shumë tendenca autoritare, se sa aje që ka bo Kurti për gjatë saj kohë. Në me thonë, Vjosa Osmani ka qenë presidente, e cila shumicën e kohës ka qenë në dakordonës me të, mësë harrani. Kosova 4 vjetë ka nejtë pa krye prokuror, sepse Kurti në kuvendin e Kosovës ka thonë Blerim Isufaj zbot krye prokuror, sepse unë e se du. Vjosa, Klauku, asë njënë për jeve nuk e dojnë. Në me thonë, i ka nejtë në vi, edhe në fund, për shkak të disa përplasive të fundit, Kurti ka vendosë mës me kandidu, edhe mës me bo presidente Vjosa Osmani. Qytetarët e Kosovës, edhe njerës në për studio televizive, parti politike janë befasum me gjendjen që është shkaktu promë dhe për gjatë krejtë saj kohë, sepse instrumentet e analizës i kanë ato që i kanë posë për Thaqin, Haradinajn, Isa Mustafën edhe tjertë. Kena një gjendje tjashtë nuk është situata në të cilën Kosova është mësuar me kohë. Do me thonë, nëse të kalumën kena pas të bojmë me pushtete që kanë qenë pushtete kleptokratike, pushtete që kanë qyrë me vjedhë, me një tender dikon, me privatizime, me bokshtu, sot kemi të bojmë me një pushtet i cilë është jo demokratik, me një pushtet autoritar, i cilë të nëton me kopë gjithë s'ka. Do me thonë,
të e shek Glauko Njufësën, 3 ditë përpara, që thot, unë nuk do t'jem kandidat, edhe kur e vetë ndje gazetar, qysh përfundove kandidat, tha vetë vendosja të bënd to. Glauku nuk e ka ditë që ka me konë kandidat. Glauku nuk është konsultu, as nuk është pyt, a dënë me konë kandidat. Glauku ka shku i ka thonë Albinit, ti ke me konë kandidat edhe kjo është çështje përfundume. Në me thonë, njerës që e kanë këtë vlerësimin për Glaukun edhe për deputete, ministra në vendosje, që jenë më të jashtëzakonshëm edhe kanë ndikim. Asnjoni, do me thonë, edhe Glauku, përfshi deputet, përfshi ministrat, përfshi krejt njerës që së dikin vendosje, jenë njerës cëllët veç i nënshtrohen asoj që e kërkon Kurti, sepse kemi të bojmë me një pushtet i cëllë dënë me kopë gjithçka, dënë me posë kontrol gjithçka. Edhe nuk është veç kjo, kemi po dhe më thonë, tendenca është me kopë presidentin, sepse presidenti i vynë për mi kopë veç 2 institucione që i kanë mbet pa kopuna. Krye prokurorin në shtetit, gjykatën kushtetuese, edhe nuk ka mu dërzun këto tendenca, pavarësisht se njerëzve në për studio televizive, Kurti ju do këtë si shmendën njëre jo racional. Kurti ka me vazhdu me këto tendenca deri në fund, edhe nuk ka me u dërzu. Qartë. Vullnet, a janë ambicit e Kurtit tendenca autoritare? Nësi shqyrë by the book, po, mundet me u dukë. Do me thënë, tendencat që mos me pranu me dhonë asni emën jashta partizane, se jashta aurës, se idejës që ti e menen, se njerës që do të me të shërby ty, po gjithashtu në gjithashtu që pas një opozit në rrë Shqipër me na ekspozu dhe ma shumë. Fatë këtësisht, kjo opozit që është tashme, nuk po ekspozon Kurtin që shtu qësh është. Për ndryshe, pramë që ka ndodhë, dhe ishta me diskutu, se pramë ka ndodhë në anomali e lojit të vetë, që për mendimin tem nuk kom imaginu kështë që ka mujtë me ndodhë, pramë që ka bo Vjosa Osmani, me prelemrimit për ndryshime kushtetuse në moment të funit. Unë sot nuk shudita nëse kjo del edhe thot që është mirë mu gjithë presidentja me zarf, edhe me arpe ambasadet amerikane, se qysh përshohën, kjo e vishka epideja, aty për atyshme, qysh me medë, qysh në pështet. Kështu, onë e kom prit ma shumë levizje ma të mdo politike për Vjosa Osmanit, jo kësi levizje, qysh me thonë, me ra përsëritin në dorë të Zotit Kurti. Bra mu kriju një farë përshtypje, si kushtat aty janë të bashkëpunu. Me thonë se miratimi me një herë shumë i atyne neneve, po definitivisht një loj e panikës, dhe thonë panik totale të koalicioni, nëse më në me qëtë koalicion, se s'ka të asma koalicion, për të këtë vendosja. Që ka me produk kjo panik, unë nuk e di, ndoshta njerëzit edhe bërë të këto të azdreni që janë konë ma hetë edhe në VV, mund me të regu që ka rezulton, unë nuk e kum pa më të VV në një panik të tillë. Panik të tillë që e shkaktoj vetë për mu është krejt në kodër të që që ka para po. Do këtë panik për shkak të humbjeve eventuale elektorale, po panik se ka pak ju prish plani, a i ka prit me shkuma ndryshe, po... Shka prit? A i ka prit që opozita ka me dalë me qëndërime para që nuk i votojnë amandamentet. Ata pak e lutën një loj, ma në fund të këfillën, nëse kanë pine se mas iftarit, ke edhe po ketë jenë këfillën njerës. Ata e dishin që s'kalon këto amandamente, po shak se duhen edhe votet e listës serbe, që është krete pa mundshme këto rrethana, edhe u bani të gojë omëll që do të populli, hajtë të bona pjesë e karvanit edhe na. Po për te kësaj, unë prapë menoj që të më të bo kujdese, njerë se i pasha e dje, edhe vetë diskuteshin në Rubikon, po menoj që e pat për na Kurtit. Pikrisht që kjo naiviteti jonë, për na është na u përsërit skenari 2021-ës. Lene le qeverisht le të gabon së rëzohet vetë, po del që së rëzohet vetë. Pra, këta nëse menoj që me që si gabimet Kurtit, Kurti rëzohet vetë, pa një projekt politik, ose je demel edhe priton mu marë, edhe e pret më rëzohet për një me vetë, a që së mdojt hiq gati, ose nuk i gudzim mu përbalë. Sa i përket, Osmanit unë dje e pashma statusin të doli për kërkesën për ndryshime kushtetuese, ajo rrejti publikisht. Pa për shkak dështimeve të një pas njeshme për me zgjedh presidentin. A është zgjidhja? Kur ka pas Kosova probleme me zgjedh presidentin? Ka mund me qenë vështira negociatat për mu marrë vesh. Po presidenti o zgjedh në qatë seancë që ka një seanca. Pra, nëse kjo e periton vetën se historia e Kosovës, edhe fati Kosovës është i saj, na vjen keq o mirë me informu zënën presidente edhe prindos Aderin që nuk fini ju Kosova. Ini do individ thjesht që ju ka pak si bingon politik, se Vjosa Osmani praktikisht është parazit politik. Ajo kur s'ka arrit, do më thonë, suksese politike në sajët e një performance, po ka arrit suksese to i
mashtruhe, të i përdor do figura politike, të qenë e pa bes. Po për te kësaj, unë menoj që tash opozita, nëse e ka seriozisht, e ka një moment më bo bashkë, edhe me dalë me një projekt politik. Nëse garejmë prap njetë, edhe nëse e përdorin atë strategjinë e njetë, se këta në rrenshin neve, ose o rrenshin vetë, se jo neve, se unë se haforën e tyne, po thëshin kur t'ju zbut në djetorë, kur t'i ndryshoj gjumën, kur t'i ndërën taktika, nuk me ndërën gjumën. Ato që të ka thonë me nënë Taiwan, me këtë proces për presidentin, veç si u thasë që shumë i trajtoj. Dhe më thonë, bonja higare me ta publikisht një javë dit, pra nuk po Taiwan, po trajton që ashton. Pra këta u mirë tash më bo gati dhe me nërru qasën në fushat, nëse e kanë seriozisht me nërzo kurtin. A e kanë ajo, me të në më pa këto ditë në vazhdim, që unë pak e hiqë kam shpresë ata. Mirë, kërkesa e presidentës për të zgjedhur presidentin direkt nga populli, kërkon të ndryshoj 4 pika, 4 ndryshime të propozuara nga ajo. A është e mundur që në këtë periudhë kohore të ndryshohen dhe të arrihen në mënyrë që dalim nga kriza dhe të kemi president sa më parë? Do në mendoj që do duhet ndryshoj faktikisht që presidenti ose presidentja të zgjidhej direkt prej popullit. Nëse flasim për Vjosa Osmanin, në mendoj që është mirë për fatën e Kosovës, nëse ajo nuk do të jetë prap presidenti e Kosovës, pse se kem pa gjatë gjithë mandatit saj i ka shërby politikisht Zotit Kurti në gjitha rrethana, domethënë ka pasur momente kur ajo sulmu ka startë fizikisht prej pushtetit, prej njerëzve që janë ministra, që kanë pozita të larta kyç, edhe nuk kem pa asnjë reagim prej presidentës Vjosa Osmani, kem pa kur Kosova është fut në sanksione. Kur dolën dy gazetarë me shkruajtë e kema si prek një gazetarë. Pardje. Po, edhe ka pas plot raste kur nuk e ka ngrit zonin, kështu që unë mendoj që jemi me fat nëse Vjosa Osmani nuk do të jetë pra presidenti. Tash ditëve të fundit, mujve të fundit, realisht e ka pas një farë performansë nëse mund të themi në arenën ndërkombëtare. Jo, gjithë mendojnë kështu. Në udhëtimet Valon, jo me seriozisht pjesë, nuk është merite e Vjosës pësa në bordin e paqës. Thjesht këta ka po me Gjith Rambi, hajde këtu edhe ke shku atje. Nuk ka takim bilateral, kur po thënë Vjosa e vetëm takim me Trumpin. Ai takim që i ka thirrë Trumpi shumë njerëz, mu do këtu i kukullave aty e çaq. Nuk ka kërnej performancë e Kosovës për të ka zgjedhur. Bas edhe ka shfrytzu kjo. Po duk kështu në opinion që i ndihmoj me rritë ratingu. Ka performu Vjosa, ka performu. Se ka ditë anglisht me folmi. Po jo, në kuptimi kështu e ka ditë shumë mirë kontekstin këna pifletë, kur ajo çfarë që ka bëu te bordi i paqes, çfarë që ka bëu Masanena, i ka përdorur Kosovë. Po dhe? Ajo më tjetër. Po kosh merit e saj apo ka thuar. Jo, ajo merit për merit e performancë, domethënë po na kena pasur Vjosa Osmani, domethënë ka vëz motorat kohëve të fundit, domethënë ajo tashmë po sa vet jo sikur se është një kandidate në zgjedhje. Dikush e ka rrajtë që nëse mirë me Amerikën po edhe nëse ki komentet shumë mira pozitive. Po na kem pa edhe shkrimin e gazetarit gjerman që domethënë që thëke që Vjosa për shfrytëzon, si më thonë presidentin Trump për fushat, edhe mandej kem pa edhe reagimet e zonës Vjosa Osmani, e cila ka paralajmëruar pa di fatkeqësisht për një gazetar shumë njohur që është Mertens, domethënë ai edhe në reagimin e tij ka thonë që kum shkruar për grupe terroriste, kum shkruar për Iranin, kum shkruar për raste ndryshme kur s'kum paralajmëruar për padi. Osmanin e për Prindon Sadrin alla ile. Edhe Prindon Sadrin ka thënë libër papës më ia lexua para minutë. Ky mi ka lëdur për Dardanin antike, Prindon Sadria, libër papa. Mos ndrojmë temë. S'mundrojmë bën. Po ka lëzëm deri ku shkon çmenduria. Para një muaji kur kjo Vjosa 2 në Vatikan, ky ka bërë libër që ne jemi vendi i civilizimit evropian dhe me kënan krishterimin në Dardani, e ky ka bërë libër me lexo papa, imagjinoni para ambit. Ani ka iluminu papa në këtë rast, nëse veç ka vendosur me lexuat libër. Mirë papa kanë. Është një problem. Kush është thëshë nga çaj nga të Prindonit. Ndryshimit kuptuese. Unë dje e kështu, domethënë mas pori ajo ku shkruaj ka gjetë mas 5 vjetëve që kanë në zyrën e presidentës. Në momentin ditën e fundit para se më ska dua fati, ju kujtun këto amandamente. Në çaja ke mas pori tentativa sona dëshpërume, që për mua është pak e befasume se kom prit persona që vele me qenë se ka ditë ja një vjet që nuk ka me qenë me pas një farë taktike tjetër. Ashtë në momentën e fundit ti, jo po Vjosa, prame e pati rastin me dëshmu me e dalë kundërshtare. Ajo prame, që më thonë, shtinin kretë situatën edhe ma shumë konfuzë, sa që njerëzit fillu me besu që ata janë të punu bashkë. Po pra, Salbulena aziju mas 10 minuta ke egzaltume dhe kretë dhe dëndosë. Po për ndryshe me marti me thirë një seancë, të cilin të dinë se ku ka me dalë rezultati, e me marrë me thirë seancën, e ta një qatë seancë me qunë gjykatë kushtetuese, me vetë
a jenë atë e bën mirë, do të thonë, unë kjo edhe ana tjetër shumë ekstremisht sharake. Ana e kryeparlamentit. Jo, se po dhe se është sikur ti me thirrni emision, me ditë me ti do njerëz në emision që kanë me thyrë këtë rregullat. Emisionet të tani ti më thon këshillit pavarur mediave, a bën, a mos i kanë thyrë shumë rregullat? Ai një. Po, a më të den kanë ki. Informacion për shikuesit, ende nuk ka filluar konferenca e paralajmëruar nga presidentja Vjosa Osmani, është paralajmëruar për në ora 8, do të mund ta ndjekin direkt së bashku. Nëse bëm pak pozitiv amandamente. Hajde ti lap unë se. Mos ma anjell. Hajde bak. Dhe më thonë, ftesa e Vjosa Osmanit, nëse kur gjë tjetër, i ka shërby kurtit me e dhezën e temë cilën kjo e ka mas shumë të përqefi. Dhe më thonë, është tipike për pushtetet autoritare, që te edhe presidentin e zjedh prej popullit. Dhe më thonë, so prej neve që jena qëtë, e dina që sheko mbi emrin kryeministri i Serbisë, për shembull. So e njohëm Bajram Begaj në Shqipnisë. Jënë krejt njerëz të parëndësishëm. Të ki një kryeministër që është Roma, një president që është Vučići, edhe figura e dytë nuk ekziston. Dhe me thonë edhe kurti të jadhon mundësin që me zjedh presidentin prej popullit, sigurisht që këtë e posë shumicën popull, edhe presidentin ka me zjedh ato që dënë kë. Dhe me thonë edhe në popull nëse e qetë, edhe nëse shpresën që Vjosa Osmani ka me fitu për kundër Glau Konjufës që është si shërptori kurtit atë, është absurde me besu. Se për këto kemi pas mundësin që Vjosa nështë ta kemi marrë pjesë me një listë dhe kemi balavacion me kurtin dhe kemi po rezultatin. Në anën tjetër... Mund futet edhe kurtin në... Jo, në garën për kryeministër, se po duket që zedhet veç janë pashmangshme. Ka me qenë çështje kohe, nëse gjykata kushtetuese ka me bloku ose ka me na tregu që është duhet me vazhdu tutje. Në anën tjetër, ftesa për në orën 11 ishte, po në orën 11 filloi seanca për presidentin, është veç tregu se asaj që kurti funksionon në këtë gjendjen e jashtëzakonshme. Ka qenë një dokument që na pat propozu edhe na pat pru kurtin në 2016, besoj i kujtohet Azrin, 2015-2016, ku ai flet që she organizatën. Dhe me thonë, kurti prodhon një dokument 52 faqe ku e she qysh është dasht me qenëve të vendosja, edhe një prej pikave kryesore ti është gjendja e jashtëzakonshme. Po flet për kohën kur ke qenë pjesë e vetvendosjes. Kur kemi qenë pjesë e vetvendosjes, edhe është dokumenti që mu i me thonë përfundimisht në ndonë prej vetvendosjes, është dokumenti që shkurti e sheh edhe Kosovën, mirë po fillimisht organizatën vetvendosjes. A e sheh dikun një gjendje stabile të Kosovës? Gjendje e jashtëzakonshme, ky se sheh si gjendje që na kena me marrë armët edhe kena me dalë me luftu, po e sheh që tensionin konstant. Dhe me thonë, ky thot, do të me mbajt popullin, krejt kohën tension. Dhe me thonë, do të me qenë të në kohën të angazhu me politikë, që në momentin që na vina me një propozim, atu me pos një teren të gatshëm, edhe që kjo është gjendje e jashtëzakonshme është karakteristik kryesore e që ty në pushtetet. Andaj po kjo i konvenon. Te ki Netanjahun, i cili ka mojt 3 polë zë dhe radhaze, deri sa ka marrë rezultatin që e ka dasht. Njëjtë Orbanin, njëjtë, dhe me thonë, se cili lider i tilë, nuk përfundon të bo kompromise, se a menani që kurti s'ka mujt me bo presidentin, LDK-ja e lëpke gjithë dit, i thëke, hajde marrëveshje politike, kjo thëke nuk më doli numrat e LDK-s. Dhe me thonë, kurti e ka pos, PDK-ja i ka kërku marrëveshje politike. Ka mujt me bo marrëveshje politike, se tash po do këtë që opozita refuzoj me ju nënshtru kurtit edhe shumë mirë. Mirë po ti ke pos 2 subjekte politike që gjithë dit i kanë shku në për takime, gjithë dit i kanë lyp marrëveshje politike, krejt këtu ku jemi është rezultat që kurti nuk ka dasht me kompromis. Pas takimeve me këta lider, njëna fjalive që a këtë kohën e përmen, është që qështë këta nuk janë gatshëm me shku në zgjedhje. Po, dhe se këta i këshën thonë, bolë këna mojtë zedhe në 2025, në s'pëdojnë a mojtë zedhe. Ama edhe qështë e ka interpretu, se ti kurti takimet me ta? Opozita nuk është për zgjedhje, në pas hyrë takimeve dhe atë që ka ka... Jo, nuk është për shqip kurti, te kemi paracitë të situca. Dhe në që në këta këpo vinë, a vëdem në sëdëra me shku mira është kur të shqip, shto, i bike që në këta po vinë, po takojnë me mu edhe këta po më thojnë që visht Allah hile bashkëpunën, dhe qysh, po më shku në zhjede. Që to e ka zhejke, hajde më thojnë. Edhe këta se përgënjështrejshin asë njën. Edhe një ne që kja ka kriju dhe për shtypin atina, si kurse është gati edhe na mune me shku në zhjede në do verzion në zhjedje.
Unë nuk e shoh që ky plan që ka ndodhur tashmë, ka ndodhur një plan I përgatitur. Unë mendoj që më shumë është kjo tu po tu bën. Nuk shihet që zoti Kurti, bardhi mund të pas pajtu, por nuk e kam pa që për ne pas pajtu plani komplet. Sepse mbron edhe panika e tyne ka treguar shumë çka. Unë nuk besoj se ajo ka një planifikuar në orën 11 me u bë. Ajo më shumë ke me hi në një pozitë që me u drejtu, qëta me bë diçka që me u drejtu gjykatës kushtetuese. Domethënë, që të ke ide. Skenari ke gati. Po, gjykata kushtetuese tash na fatkeqësisht për çdo sen jena tu shndruar në një shtet që neve do më na përcaktuar gjykata kushtetuese se çka do të më bëj, se çfarë shteti jena. Sepse pushtetet autoritari prishin këtë rregullat. Domethënë nuk ka më normalitet. Njëna për arsyeve pse ndoshta shumë njerëzve nuk mundet më dok zoti Kurti që ka një farë tendencë që do më marr këtë pushtetin, ose pse tash diktatorët e tashëm nuk po mundin mu hetu sikur se janë hetu më herët, është për shkak që njerëzit politikanë që kanë tash të autoritet, që dojnë me pas një pushtet autoritar, nuk I heqen institucionet. Për dallim prej atyre më hershëm që I kanë sulmu institucionet ose I kanë shkatru institucionet. Autokratët modern I mbajnë institucionet që garantojnë demokracinë. Formalisht. Po, formalisht, dhe më nuk ja hupin funksionin, se ma këtove me Netanyahu për arsye pse së mundin me hekë është që në fakt asnjë institucion nuk e ka sulmu ose nuk e ka zhbë, ai veç I ka instalu njerëz të vetë në sistemet që e mirëmbajnë me demek demokracinë. Në pamjet e parë asnjë institucion nuk është prek. Asnjë ligj nuk po preket. KQZ-ja, kryetari KQZ-s, s'ka pa KI-ja, është ka KPM-ja. Domethënë se cillin institucion, veç 2 institucione I kanë metë. Kryeprokurori I shtetit edhe gjykata kushtetuese. Do në zemër kryeprokurori mirë që nuk është embru, për mendimin tim. Po është diskutim tjetër. Po ose edhe procesi s'ka qenë. Unë as nuk e mbroj, as nuk isha dosh më përfaqësu prej saj. Ama fakti që kryeministri ka guxim me dalë në kuvend, dhe me thonë, ti s'ki më bë se s'po duone, kjo çka është përpos. Edhe s'ka fol për veti, nuk do në as gleu ku as vjosa. Jemon 3 ka fol. Për pak do ta shohim dhe konferencën, janë duke u bërë gati me sa duket që presidenti Vjosa Osmani dalë para mediave dhe sigurisht njëkohësisht edhe para qytetarëve të Kosovës për të parë se çfarë do të bëjnë në këto qaste. Që opozita Gonxhe mund të lidh pak, domethënë tash. Shpypengoj pa hirit. A do të shtrave po. Mot ja ka nisur svelojnë. Sepse ka shumë vëmë. Të opozita tash e shohim se me gjas, jo me gjas, po do të kemë zgjedhje. So ka më arrit me kapitalizuar nëse mund të themi në vot opozita kreçit stat, I kam dyshimet e mia se edhe me rastin e përzgjedhjes nën kryetarës mandej që ndodhi që u zhaget shumë procesi për kuvend legjislatur e kem pa domethënë që krejt çat citat ka përfitu zoti Kurti me vota se mandej se më thonë shitin opinion që unë dashta me emru po opozita më pengoj tash sa ka arrit opozita me bë një gjatë tillë me çet citat ku e pam gjithë që fajtor kryesor është partia në pushtet I kam dyshimet e mia tu I pa edhe çastjen e partive. Azdran, a pritet nga kjo konferencë që presidenti atë shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare? Këtyre unë pres gjithçka prej saj, nëse I ki shpallë zgjedhjet, është hera parë kur vepron sipas ligjit. Po edhe mos më veprua ashtu nuk çuditna, se po lidhna prapë këto amendamentet. Unë e lexova ato dje, edhe për mua është kjo rrezik serioz për me shndrruar Republikën parlamentare. E unë mendoj që formati më I mirë I demokracisë është Republika parlamentare. Presidenti do të më pas veç normal formatin tonë që është më funksional në këtë botë, pse na kemi njerëz që bëjnë ato kjo mobilitet. Do të më qenë balancuesi pushteteve. Nëse ndrohen këto amendamente, automatikisht presidenti I Kosovës merr edhe kompetenca, merr pushtet ekzekutiv e aty kur I lexon amendamentet, pi angushton ato kompetenca kuvendit. E për mu nëse ka një forum demokracisë, e nëse dikun demokracia mas mirë të mbrojtë dhe manifestot, është kuvendi, është parlamenti. Pra kjo tendenca për mu që me shëndru Republikën në gjysmë parlamentare, është tendenca pasaj letë manifestohet, shëndrohet në autoritarizëm. Se na autoritarizmin e preferojmë sikur prej historisë, me këmisha të zeza, me gardat e parakalojnë. Jo, a ke pajtë në Argentinë, del të kesh, bën hajgare me njerës. Po ndërko, I bon këtë veprimot.
Sot nuk ka më autoritar klasik, është autokraci elektorale. E ka këtë pushtetin dorë, e merë çdo vendim që çdo në vetë, formalisht ekziston opozita. Edhe ta marrën pushtetin me TikTok. Nuk vret më, po ta ngushton lakun deri në fyt, e atë nënshtron me shantazhe tjera. Sa janë gjasat që të kandidojnë nëse shkojmë në zgjedhje parlamentare të jashtëzakonshme dhe Vjosa Osmani? Ka zëra që mund t'i bashkohet dhe... Vjosa Osmani vetëm këtë shanse ka. Vetëm këtë fluske ka si mundësi të vetme politike që ajo me marrë një hap ose me ripërcaktu veten politikisht. Unë i kam dyshimet e mia nëse këta njerëz qytetarët kanë më dhënë këtë farë mundësie për më ripërcaktu ajo politikisht. Unë nuk e shoh se ke Por ka gjasa që ajo të futet në garë. Po ajo normalisht, ajo ka shumë gjasa, vetëm asaj ajo do të më mendu, sepse unë e njeh Vjosa Osmanin pak edhe prej natyrës kështu ka ona, i ka shumë të shef ajo me ardh shoferi me marrë në punë e zyre me pas mire do asistent. Do luksin. Do të më njoftu dikush që nëse e në politik, nuk i ka që ato. Kështu që do të me matë vetën, apo do të me vazhdu në lukset e zyres ish presidentes, që me gjatë është keri, është shoferi, është asistenti, është një rrugë e përjatshme, apo do me hej vetejes politike me zotin Kurti. Po si ka ato privilegje, sepse ajo ka qenë një herë presidente dhe pastaj ka privilegje të tjera? A i vazhdojnë ato në... Nuk i vazhdojnë, jo, në rritin politik nuk i vazhdojnë. Nëse me ka një person, si kurse zoti Sejdiu, Atifetja Jaga, që i kini fondacion. Nëse kjo hin politik me një parti, ato privilegje i marajnë. I upen. Kur s'ka, kur s'on politik, a i rikthejen? Po, i rikthejen. Po, i ka sigurt, ajo. Po, e provana. Se provana, është që jenë. Qyshtë se provana. Presidente po jetë që për gjithmonë, do më thënë, edhe zoti Pasoli, cili një të është, do më thënë, i kishte garantu me të njëjtat... Qysh mu bo umbre? Për një dita? Si me dhonë qëllimi saj ma shumë ka qenë, nëse mund themi mu pasëru, sësa me ndoshta me shërby dhe kështë 100% publik, se e kem pa edhe pasëria saj dhe më dhonë prej momenti që u bo presidente, si ka shku për pjetë. Kështu që edhe Agjencia kundër korrupsionit ka konfirmu edhe në tekst që kom bon me herët që ka fillu edhe hetimin e qëti pasërimi shumë të shpejt presidentës Vjosa Osmani. Agjencioni antikorrupsion. Agjencia kundër korrupsionit. Tash pritet me bo akuza prokuroria. Tash po presëm se nëse vërtetojnë që gjenë diçka, mandej ata e dërgojnë e përsidojnë prokuroria. Kallëzim penal me njerë. Prokuroria po, kallëzim penal prokuroria vazhdojnë tutje. Po, të vendosi do të mikëshyrë që shkanë shku. Tash ne apom edhe dje që përmeni... Edhe kënë se nëse di, nëse e keni po deklarimin. Ka shumë, po. Që përmeni vullnet e kem po edhe do më dhonë që u ballafaqum me gazetarën që shkoj me pyet të shtëpia tha pse s'po të propozon zoti Kurti, e pam edhe ku jeton presidentja e një vendi që është për ma të varfëve fatkeqësisht në Ballkan. Unë kur të shakon qatë lagje, as ka i bjenë se di. Po karallak. Bardë, mendon që do të përmes kësaj konference, presidentja Osmani do shpall zgjedhje të jashtëzakonshme, a pritet kjo? Po, janë pritjet, mirë po na e dim që dje është dërgu një kërkesë në gjykatën kushtetuese dhe menej që ka me u varë shumë nga përgjigja nëse ka me morë mos të përkëshme, pastaj vendime sigurisht që merë ko, mirë po nëse ka një mos të përkëshme, i bjen që për mu krejt këtë ko, Kurti është përpjek me ble ko. Dhe me thonë, edhe nëse të kërkën me shku në zedhe, është të kërku me shku në zedhe verës, kur edhe ka më shumë diaspor, edhe i Kurtit e nevojitet kohë më e gjatë që kësë spjegimi i ti, pse po shkojmë në zedhe me marë pesh. Dhe me thonë, në këtë moment po duket... Kjo është arsyeja pse Kurti, sipas teje, dëshiron të blej kohë më shumë. Absolutisht, është vetëm arsye. Edhe unë menej që krejt kjo periudhë, për shkak që Kurti e ka pas mundësin me bo presidentin, e nuk e ka bo, unë që të spajtohnë, dhe me thonë me vullnetin, që kjo ju ka dollë pak prej dore, unë menej që jemi krejtësisht në skenarin e Kurtit. Dhe me thonë, të pas opozite, cila nuk ekziston. Na kemi me konkret kohën në skenarin e Kurtit. Se për shembull nëse she ato që ka ndodhur me familjen Jashari. Po dhe këja pa të thonë na je votojmë këndo që e bjen familja Jashari. Pse se propozon të dikën për familjes Jashari, pse dush me prit krejt kohën që Kurti me ardhë me një propozim edhe ti me kallëzua pajtosh apo nuk pajtosh. Që be pajtori qa shkëshe me marrë intervisti, le edhe pak. Mirë, shku prej punëve shumë të mira që ka ndodhur në qëtë periudhë. Këtë ideja ka qenë faktikisht që me marrë dikon për familjes Jashari dhe me ditë sakt, a janë të interesum ajo se unë si më thonë, e kum analizu nëse mund theme lojën e zotit Kurti se qëllimi ti ka qenë me shfridzu pak si kartë
familjen Jashari me mbajt, se me gjasi kësh majt peng dhe i tash opinionin të thonë që bisedova kesh takim, unë priti bas Arifat. Nuk është që prononcohen për media familje. Po, edhe të e di që zoti Murat Jashari punon në Universitetin e Prishtinës, konkretisht fakultetin juridik, e kum pa të udhës që me shku me pyte realisht, a janë të interesu mas janë, se tash nuk u dike edhe, a mund tjetë zoti Jashari apo Bekim Jashari, se Bekim Jashari ka pas pak do qëndrime që na kam bo me kuptu që base mund të ketë ashmëri për ndonjë për partive politike, të i patë postimet e tena një ditë para zgjedhjeve, ose kështu që mirë që zoti Jashari foli, Murat edhe të regoj që familja Jashari në asnjë mënyrë nuk është pjesë e lojrave politike, edhe tha që nuk është interesuar edhe unë menoj që shumë mirë ka bo që nuk ka pranu askush për familjes Jashari me... Veç e kësha vazhdu që ato kumeta. Se hinë njerë. Jo, unë menoj që kjo periudhëve që ka shpërfaq qysh nuk ekziston opozita. Do më thonë nuk kanë ide, nuk kanë qëndrime. Për shembull Lumer Abdigjiku dje, edhe LDK-ja kallëzojshin, sidomos Armend Zema që foli, Hikmet Bajrami, qysh propozimi për këto amandamentet kushtetuese nuk është i mirë, edhe Lumer Abdigjiku tha, si me thonë, pajtona me këto, mirë po LDK-ja ka vendos me votu për. Edhe kish postu me njerë pasoj një foto, këtë të qesh edhe krejt qeveria mrapa të qesh. Të thonë, Kosova ashtu ka prej një lider autoritar, në anën tjetër, reagimi ti i por ishte një foto të qesh bashkë me qeverinë. Nuk mund është me konë që ka që relaksum nëse besëm për një men që ka i të thonë. Mirë po, problemi këto është që këta nuk besojnë, këta janë të përcjell krejt kohën hapa që i merë kurti, edhe në mënyrë që këta me pos një kundërpërgjigje. Nuk ka mundësi me ndërtu opozitë e tillë. Në më thonë, nëse kanë me qenë krejt kohën në agendën e kurtit, ju e keni pa kurti pas zedhe, pa thonë, janë tha 3 veprime para proke, pas taj dolim të presidenti. A kena me formu kuvendin, kemi me konstituu qeverin, edhe pas taj thët marrëveshjen ndërkombëtare, në fund thët, te pika e 4 flasën për presidentin. Këta nuk folshin për presidentin, deri so herë rani kurtit, me shti, në më thonë, është komplet në agendën e ti, e kini opozit që i qëndron komplet në agendën e kryeministrit, edhe cila veç nuk ekziston. Në më thonë, Ande edhe i shku në takem një 2-3 herë, sari ka thënë. Pse thoni që opozita nuk ekziston? Çka po e bën kaq të dobët opozitën? Mos guximi i tyne, mos fuqia? Është domethënë çaje që e tha Vullneti, ky e ka lexu frikën e tyne, se këta janë shkuar në takem edhe i kanë thonë, boll kena pas zgjedhje, 2025 s'po dojna të kur e shkini që se opozite, jo veç pushtet autoritar, po cili do politikan që të lexon ty, ta nuhot frikën prej zgjedhjeve, absolutisht manipulon me ty. Si do të vepronte PSD po të ishte në opozit? Na kemi thonë prej kohës, nuk ka asnjë president që mundet me u zgjedh me kaq shumë deputetëve të vendosës, e i cili nuk kam i shërby kurtit. Pra këta folshin për president, për dikën që mundet me qenë unifikues, mirë po kurti nuk pranon president tillë. Do të thonë kurti s'po ta pranon Vjosa Osmanin, që thash më herët i ka shërby 4 vjet, edhe ti beson që ka me pranu dikën që ka me konë unifikues. Për neve, prej fillimit ka qenë domosdoshme që me shku në zgjedhje, mirë po me shku në zgjedhje me një platformë të përbashkët opozitare, pra me një opozit e cila është mbush mend, që për mu nuk është shumë shpresdhënëse sipas sjelljeve tyre, mirë po me një opozit që bëhet bashk edhe me të vërtetë është ngarë me kurtin. Sepse nëse shkojnë kështu, nëse kemi me pos një LDK e cila pret deri në fund apo thirr kurtin, një PDK që po ashtu është në gjendjen e njëjtë, atëherë kemi me pos rezultatin e njëjtë në mos më të keq. Edhe unë besoj që pjesëmarrja ose jo momentin në cilën po flasim i jep një farëndësi e Vjosa Osmanit. Mirë po me kalimin e kohës kemi me pas që kjo ka me shku duke u zbesë. Siç që tha Vullneti, është i njëjti kuadër politik. Dikush që e ka një jetë rahatshme, që jeton në lagjen Marigona, edhe i cili nuk i prishet kurfar komoditeti, një cilumirit e memnit. Sepse jam kurështare dje dhe mendimin tënë sa i përket opozitës dhe fuqisë që ajo ka rshit krejt këtyne zhvillimeve që po ndodhin, për të bindur elektoratin nëse ata kanë të drejtë në gjithë këtë mes apo Qële opozita për kundër krejt kësaj qasja amatere që është e bo VV-ja, ka shqip zhjede si presidentit, opozita përsëri për të shtarë me kriju një historie të sajen. Edhe kjo është për mu që ditë, sepse unë nuk shën situatë ma, që shme thonë, ma të mirë, me javë një parti që ka pushtet e orën që si
deregje që nuk mundet me po asë një levizje. Dhe më thonë, të më speqeni afë me kriju një narrativ të re që me ekspozu, pa fuqi, për kundër që është shumë e fuqishme. Është kontradikta ma Ashtë qasja amatoreske e opozitës, apo nuk ka zgjidhje tjetër? Jo, ideja është që ato po pritojnë për më gëngjëm. Se ato për me dalë, do të më mbledh një ekip, një njerëzve me diskutu, qysh me bërë së narrative, qysh me kundër përgjithë që saj Pra, opozita përsëri nuk pëdel ta bëj rolin e opozitës, si që është kritikuar vazhdimisht këto viteve të fundit? Partia, për dëkëja vetë më taku, dëkëja vetë më taku me zgjedhë, na i përshojme dhe lidera që dalim. Ta është të qysh përdo me kundërshtu zotin Kurti, përdo me kundërshtu me njëtin taktikë si zotin Kurti me një lider të fort me demek. Të dy partit PDK dhe LDK janë që të farë vorbëllën që me demek kena të i kryu dy lidera shumë fort që kena me kundërshtu Kurtit. Për lider më të fort, ajo zhagit u kriju që 15 vjetë. Dhe një informacion tjetër, sepse është duke u vënuar në fakt vullnet dhe konferenca, për shkak se ambasadorët e shteteve të Kuintit ndodhen aktualisht në qeveri dhe kjo mund të jetë ndoshta një prej arsyeve pse kemi vonesa të kësaj. Në qeveri e në presidencë? Në qeveri. Në qeveri. Kështu të pak ne kemi një lajm apo nga mënorë indeks. mishmang zgjellë me shumë mundësi, po mishmangi kur atëre shkelim kushtetutën. Aty pra ndodhen vetura ndërkohë që... Kesh të e këqyrë edhe këtë dokumentit që pas ka dërgu kjo Arbelina Gjiru, edhe në bas ti dokumentit që po kërkojnë ta, këta nuk përdojnë me shkënë zgjedhje. Këta po kërkojnë me pëzëllu për disa kohë që ka ta kushtetuse këtë biseden për president, derisa të vjen vjosa, derisa të përfundan vjosa Osmanit mandati. E tana? E tana me marrë kjo ushtërës dhe tyre, e mërë që të 6 muaj me këshyrë. Që kjo është kërkes... Me lonë si pezull, po. A di pse e duhet Albulena Agjiu shuzër tyre për me kap organin e akuzës, prokurorinë o vlajem. Nëse prokuroria, nëse gjykata kushtetuesi ja bën këtë shërbim, atëherë edhe ajo është veç preshë. Nëna mojt i shkon në tyres presidentit emrin e Dojnë pak tek ambasadorët e Kuintit që ndodhen në qeveri? Sa po i s'ka dënë vjosës a fati, nisë, që të këtë drejt, emri kërë prokurorit mundet me ardhë Albelina. Absolut po, veç kjo është këtë tendenca. A mos shtu se detyre nuk e dhja ligeresht. Kompetenca deri A kompetenca të plota? Në mujnë e katët dë mujtë e funit kër hënë, për shkak që ishtë një vakumi ligjor që të dëshme tranzicioni i kalimit të pushtetit, nuk më ishë me marrë vendime, amo 4 mujtë e parë, Vjosa Osmani për shamë, kur ka qenë ushtruesit e tyres në kohën e Taqit, aja ka marrë vendime drastike, tamam si presidente e Kosovës. Konsulat... është ideja që nëse diçka nuk ka nënshkru, ose nëse diçka nuk ka pranu Vjosa Osmani, ka me ardhë Albelina Agjiu që ka me qenë. Edhe unë me nej që kjo nuk ka kërë shumë bindë që mu vetë vendosja këta për të me mëri. A duhet në këtë moment ta shpërbëj Vjosa Osmani parlamentin? Normalisht nëse jemi për mi zbatu shto ligje që jenë miratu prej institucioneve tona... Nuk ka logjik, Valen, nuk gudzën me shpërbëj Vjosa Osmani. Nëse në kry gjitha afatet... Po, ama përsëri, për me njësa fati, për me himin, për me shpërbëk... Që kam dilemën të kjo në gjykatë kushtetuesi që ka ndërgu levizja vetëndose, a do të më trajtu ajo? Po, aja ka me mojta është merë vendim gjykatë kushtetuesi... Nëse Ramon Pezot që ajo, pa tjetër së me prit. A mi obliguat deputet me në salë. Ata e din që kjo është absurde, se nëse e kishin kont bindon që deputet kanë obligimin e në salë, pse ton këto negociata formalisht me Bokorumin. Ku cilat negociata? Që to formalisht kanë ndohë. Këta janë kontradiktorë, më koncentruat, cili me prime ki i beson, a i beson vendimit eventual gjykatës se këta janë obliguar me në salë, a i beson që sa i mundësi se bo negociata sepse duhet më kontra deputet prej vullë. Kërë realisht të duk që kja dhe skenar se po sa përfundoj seanca mbyll, Albelina Agjiu me një postim Facebook të regoj se e ka dërgu në gjykatë kushtetues. Do më ne kam parashiku... Pritjet e dhënë që qështu kam do më thonë, ose është tendenca me kërku kohë, ose me e shty që ta fatin, se unë tash kërë shumë qështje interpretimesh juridike, nëse e lexon Naim Jakajn që është shpesh të jo, që unë e vlerësoj, është, a i tha, fillon 60 ditë prej sot afati për presidentin. Po, tash, dikush tjetër thot ka përfundu, tash unë besoj që kjo ka me shku në gjykatë kushtetuese dhe shumë shpejt këna me marrë një përgjigje. Mirë po, ajo që është e rëndësishme është që në cilën do situatë që ka me ndodhë, tendenca e Kurtit ka me qenë që me pas një president, që shto, do më thonë,
Për mu, edhe unë në vetëm në pikë që jemi befasu me Kurtin është që kësha prit që vazhdon mandatin e Vjosa Osmanit. Në më thonë, nuk më ka dhonë asë një arsye mjaftu shumë radikale Vjosa Osmani që Kurti mës mja besu dhe mandatin e dytë. Jo e patë, të më thonë, caktimi datës zgjedhjeve, ishte pikërisht në datën që e kërkën të Kurti, edhe ato ishte një skenar shumë herët se sa të data që u planifikuar. Edhe kur ja dha mandatarin për herë 2, dëmon u pa kjo që të është vënesa që u shkaktu, do ja dha mandatin Glauko Njufsës. Thash, që kjo sot befasën, në anën tjetër të kallëzën që është Kurti, se këshërim emrat e ministra, se do mos anën e majtje, pa isha prej kush, e ullë të albulena, anën e majtë, Gjelali, Saranda, plët Dimali, Fitoria, këshëm vendos mi ullë një të nanë, edhe ti e pajshë që ato janë njerës që nuk janë specializum kur gjë, janë njerës që janë lojal. Edhe presidenti ka me përfundu i tim. Shojmë pra vetura zyrtare të ambasadorëve të Kuintit që ndodhen në qeveri aktualisht, edhe pse nuk ka një njoftim zyrtar, të paktën kështu paralajmërojnë dhe Ato qeveria dhe presidenti sa shumë afër janë. Dhe unë lidhjen mungesën e zakonisht për eksperiencave, edhe Valoni këtu më të tregu, kur që se situata jashtëzakonshme thirret në konferencë, edhe nuk del në konferencë, ose është ndryshuar diçka në momentet e fundit, ose është u prit një takim, ose nuk guxon, nuk mundet me dalë me thonë që të që e ka thonë. Alos është e vendos dhe në fund. Ta shprania e Kuintit, edhe mbra me ambasadorës ushtrueshës së tyre, edhe në ambasadorën nuk jena. Këtë me u dojnë ato mbet, dhe me thënë, po dhe paka shumë, edhe që është Amerika për në të trajtan, po është ushtruese dhe tyres ambasadorit. Ka qenë presidencë mbronë, mas ditëm duket. 2 herë komi. edhe gjatë javës kalume ka qenë një. Që kjo situatë realisht ka përcjellë gjithmonë në Kosovë. Ja, ka një dallim prej krizës se ma herëshme vitit kalumë, na kena pas zero investim ose effort të komunitetit ndërkombëtar për me gjithë krizën. Kjo për delë që... jemi njerës, të kam pa që e ka lënë që sina, po getë që... A qënë pesh një zedje e tilë e ambasadorëve të Kuintit? A mund të ndryshoj, mund të ketë ndryshime në vendimet që do të bëj, apo propozimet e presidentës? Në mbamendjen time si gazetar, kjo situatë është atifetja e jaga style. Mu më do këtë shumë... Mund tjetë përsëri i propozuari me zarë? Edhe mu realisht më duket, si më thonë, situatë e vënume, se tash jemi veç në atë aktin finale dhe nuk e di që ka me arrit me ndryshu diçka dash. Atë kohë që shtukon edhe në presidencë u pret keni konferencë, edhe në... Politikanë tjerë kanë qenë konstruktiv, mi thonë mas mirëti, me ndërkombëtarët. Albin Kurti që thonë e lypë, mi refuzua ata, që të kuptone, nuk ka ky profil politikani që e bind me prezencë ndërkombëtare. Që kjo rreziku i Kosovës. Po thosh, zoti Kurti është i mëjtë desë aty në Kuintit ta demokracia. Kam rrinë ka revolucioni Borgjes. Kardinal Rish, ato, por Robespierrin. Azran edhe dje për mena me një status që ma herët ka qenë edhe një situatë kur ju shpërndodhe terminali për me votu. E dim rastin e Margarita Kadriu, që ka arrit me apo korumin zotit Thaçi edhe u shpërblyma ndaj. Kjo është autoritar. Ka qenë base zotësi e zotit Thaçi për me arrit me bo as numrat si ka pas mjaftu shumë për ka arrit me u zgjedh president. A vëri guximi ti me thonë gjithë çka jo për ndërkombëtarëve, për Kosovën në rrezik. Kjo e ka ideologjike, Kurti beson për një me. E ka gabim që beson, që kjo rreziku për Kosovën, a që beson për një me, për dallim të tjerëve, këtu mos keni dilema hiç. E këta s'kan bindje. Nuk është një farfuqi e madhe me boqë ato që apo thot me kom pazargji. Presidentes. Që ato pazare nëse ma jep krejt pushtetin që e ka Kurti, sot t'i bëjun. Dhe me dhonë 10 minuta me cilën dhe deputet. Kurti nuk dënë me konë që kë, me dhonë që t'figurën që është të bo kompromise. Dhe me dhonë ke krejt e letë me bo kompromisin me LDK-n, me PDK-n, me deputet caktum, mirë po nuk është figura atina. Këtë me konë kjo figura që kur del, ti e kini farfrike edhe ti thu, është ndodhë diçka jashtëzakonshme, që kjo është gjendje jashtëzakonshme, gjendja ushtarake. Stafi presidentës pos zotit Bekim Kupina që ka qenë korrekt edhe shumë i qasë shumë me gazetar, me media, këshilltar Vjosa Osmani ka pas shumicën oportuniste, dhe më thonë se kem raportu edhe për udhëtimet e tyre në Amerikë, dhe më thonë Donika Kadaj edhe kjo Hollaj, zonja Hollaj se pa demnis. Larta Hollaj, dhe më thonë kanë flajt në hotele ma shtrejta, ka kushtu $10,000 një udhëtim me tyve në hotelet shtrejta luksoze në Amerikë, kështu që s'ka pas edhe staf në base mirë mbrapa. Dhe asdem, pse nuk i poam Kuintin brëm në
kuvend, por vendosin sot dhe a mund të bëj edhe një votim për president? Mund të organizohet një votim i ri për president nga Kuinti? Po, sepse procedurat për zgjedhjen e presidentit në fakt nuk ka nisë zyrtarisht. Është thirrur kuvendi, nuk ka quorum, nuk ka zyrtarisht kur gjë që ka nisë për president në letra. Domethënë, gjasat që më thirrni në seancë tjetër janë hala. Edhe por nuk mendoj që vendet e Kuintit kanë ardhur me ndonjë emën. Nuk do të sjellin një zarf ashtu siç ka ndodhur ajo punë u kry. Edhe fatmirësisht, po edhe fatkeqësisht, më nuk jena në çfarë farë. Por çfarë mund të bëjnë? Çfarë mund të sjellin? Unë besoj që vendet e Kuintit janë aty për m'ia treguar zotit Kurti që situata aktuale edhe politike rajon, po edhe në botë, nuk është e asnjë lloji që ti me pas luksin edhe me dalë me organizuar zgjedhje çdo 2 muaj. Për shkak që hypoteket. Kjo është para përgatitje, zoti Azren, kështu i përgatitje Vjosa para se me dalë. Po, edhe rregullohet rendi, shikohet më s'ka ndonjë inspektohet, më s'ka ndonjë mundësi mu infektu ose ndonjë elim. U infektu Vjosa? Po. Këta infekton virusin bre? Po i nëreshët e mikrofoni, i vendosë për mbaju me fjallët. Jo, për të regoj se kërë kanë konferencë, kanë do në konferencën e presidentit të Republikës Kosovës. I vendosë dhe ka paku të buta ujtë. Për vullnetin e Valjonin këto janë zakonshme me qenë se përcjellin e politikë. Edhe këto pritet e gjata vullneti edhe nga kanë thirrë që shto një, se me thonë gjysore, hajde shpejt gotë kur kem shku kem pritet 2 orë. Kur jemi të pritjet, 40 minuta me vonesë, deri në këto qaste jemi, sepse është paralajmëruar që do të nisë në ora 8, po me siguri edhe për shkak të nuk ka konferencë para orës 9:30, nuk ka shans. 8 ora është paralajmëruar. Po, është paralajmëruar 8 ora, nuk ka konferencë para orës 9. Është zakonshme kjo pritje, pra nuk mund të themi që është duke aktualisht. Me njoh Vjosa Osmani nuk ka diçka e re. A mund të themi që është duke ndodhur diçka me vendimet e ambasadorëve të Kuintit, apo thjesht është një organizim i tillë që vonohen? Nuk ka koincidencë tashmë në orën 8 mëngjesit me qenë koincidencë që edhe vendet e Kuintit janë çu në ora 7 mëngjesit janë bërë bashkë me shku me vizitu Albin Kurtin. Në ndërkohë as konferenca e zonës Osmani nuk po ndodh. Kështu që unë besoj që këto dy sene janë të ndërlidhuna. A ndoshta është e pritur Osmani një vizitë prej aty në pesësh, ka mundësi edhe ajo. Ka mundësi gjithçka. Ta takohen ndryshe, ama nuk ka plani i orës 8 nuk është të funksionuar. Është Kosova Press që ka realizuar vedo makina e Rrugovës, që janë me urgjencë Osmani në presidencë. Makina e Rrugovës. Kështu të paktën po raportojnë media, dhe unë kështu e lexoj si moderatore që janë. Gonxhe këtë çka me përmbledh kështu është për një me fatkeqësi që po bisedojnë për tema tilla në vend që me folë sot për një seancë kuvend ku do të diskutohej për shtretimin e produkteve bazike. Po për mrena, nuk ka shpallet zgjedhje, nuk ka këtë që pas ka me dalë me thonë që kena dërgu në kushtetuese, ta shpresëm vendimin e gjykatës. Vendimin e presim. Ku i mori këtë, më falë, infotuat, vënaqme si gazetar? Po, paka shumë. Regona edhe një herë vullnet, pra nuk ka rrezik për zgjedhje? Nuk ka shpërbërje, nëse dikush është të pritë që Vjosa Osmani ka me dalë me shpërbë kuvendin, tash se ka me caktu datë zgjedhjeve, kjo nuk ka me ndodhë. Paka shumë ka me folë për vendimin në gjykatës kushtetuese dhe çka pritet me. Është pak për keq ordin çfarë gjendje është Vjosa. Se do më thonë e dënë te për shumë pushtetin. O, edhe asë nuk në vetonë konferencë. është do më thonë, na e njohëm Vjosën, krejt, besoj e kemi përcjell. Vjosa është prej lloj politikanë që delë sulman edhe do më thonë sprazët, na e kena po kur foli për këta lafe, kështu gjonat ndryshme. Mirë po, Vjosa është halot të shpresu mos dikush prej ndërkombëtarëve për janë iman, mos Albin Kurti për bjen pishman edhe për bën presidente. Po si mund dhe me bo presidente Albin Kurti kur duhet të votojnë edhe... Jo, s'ka qysh, mos e... Për mu thash që kjo është shumë qështje që e vendimit gjykatës kushtetuese nuk kisha deklaru as nëse ka mundësi, as nëse jo, mirë po për mu Vjosa është në një gjendje jashtëzakonisht keqe se është të shpresu. Domethënë, keni me po Vjosa Osmanin, nëse ndodhë si ke qarja me Kurtin, me deklaratat ma të ashpra, këmu këthy Hugo Chavezi, edhe keni me një deklaratat edhe ma të ashpra, nëse këme ndodhë një fërkem publik edhe nëse kemi me po që nuk për merë mandatin. Kjo është edhe ftyra vërtet e zënjës Vjosa Osmani, se me pasion e guximshme realisht kishë ngritë zonën edhe në situata kur
Kosova është fut sanksione, po alo testa. si që tha dhe marrët Azreni edhe Vullnetis, dikush e përmeni zonja Vjosa Osmani gjithë karrierën e vetë e ka ndërtu kështu, domethënë pa baza meritore, gjithmonë të shfrytzu në emën dytë, kështu që kësaj here nuk po dia të shfrytzu trenin e fundit që do të populli, po të shohim çfarë po ndodh nëse mund të ketë diçka për te kësaj seancë a vazhdon ajo. Ç'është kthehet Vjosa më atë në propozim. Basa ajo ka shpresë që mund ndryshoj diçka ose ja ka interpretuar dikush prej këshilltarëve të saj që mund ndodh diçka e tillë. Jo, ta mundim Mishkeli çdo ligj, çdo normativ kushtetues mos sjellë si mbret, por nasi 6 milion këtë punë. Nuk ka lajm mushkel kushtetuta e Kosovës. Mushkelin e 30 janë gati prej qeverisë aktuale. Nuk ka problemi, nuk ka lajm. Ish dashur kon alarm kjo punë. Vërtet. Qysh guxojnë këta? Se ju ka tek thaj mos e shoh postin, edhe me shkel normativa, urojmë se rrim në ato skenare. Kjo shkon më fundi Republikës. Fakti që po e zidon me dalë në konferencë, ju ka tek Vjosa Osmani s'do më shkuarrikën, jo pelshon, edhe shumë mirë bile. Ja pelshon. Edhe nëse kjo shkon në shpërblyen kuvendin, me çet arsyetim, sepse do të arsyetim shumë i madh me shpërblyer kuvendin ti. Po sa janë të besueshme ato informacionet që i more? Sa i beson aty në burimeve? Janë prej njerëzve që janë çtu në ekip, edhe mbrana në sallë. Në sallë. Sepse është shumë rrezikshme. Ato thuhet, ne thuhet duhet gjithsesi të bëhet zgjedhja e kuvendit, zgjedhja e presidentit një muaj përpara. Por ai nuk ka, ç'më thon, kundërtaj asaj që nëse nuk duhet, nëse nuk zgjedhet, çka ndodh nuk përcaktohet. Për që ta Vjosa Osmani mund të më shpërbeset kuvendin. Po kjo kam shku gjithçysh në gjykatë kushtetuese, kjo kam shërbyer gjithçysh zotit Kurti. Tash është procedura e prezantohet Vjosa, çfarë? A më sa duket, e kemi presidentin e dëgjojmë dhe kthehemi ta komentojmë. Mirëserët në këtë konferencë me media të Presidentës Republikës Kosovës. Ju njoftoj që për shkak të agjendës shtetërore për nderim të epopesë UÇK-s nuk do të ketë pyetje, kështu që do të kemi një deklarim nga Presidentja. Presidente, fjala për ju. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuara media. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues i cili është i përcaktuar qartë. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kushtetuta nuk është tekst ceremonial. Ajo është kontrata jone për bashkët si shtet. Është kufiri që politika nuk mund ta kaloj dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri. Ky afat ka skaduar mbrëm në mesnatë. Pra nuk kemi të bëjmë me një debat politik. Kemi të bëjmë me një fakt të qartë kushtetues. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të përmbush një nga obligimet e tij themelore kushtetuese. Kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj. Ajo është shkruar për ta garantuar funksionimin e shtetit. Funksionimin, jo zvarritjet dhe mos funksionimin, por funksionimin e shtetit. Dhe kushtetuta është po aq e qartë për pasojat që rrjedhin kur kuvendi dështon të kryejë detyrat e veta. Ajo e parashikon qartë se një kuvend që nuk arrin të zgjedh presidentin nuk mund të vazhdoj pafundësisht të zvarris procesin siç po tentohet, por përballet me një mekanizëm të qartë kushtetues që çon në shpërndarjen e tij. Për më tepër neni 82 dhe 86 i Kushtetutës duhet të lexohen së bashku.
edhe vetë gjykata kushtetuese ka theksuar se normat kushtetuese interpretohen në ndërlidhje me njëra tjetrën e jo të izoluara. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë se procedura për zgjedhjen e presidentit, edhe pse mund të fillojë deri 60 ditë para afatit të fundit, nuk mund të shtyhet më tej, por patjetër duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Pra afati përfundimtar është i qartë, ka qenë mbrëmë në mesnatë, dhe presidenti nuk mund të zgjedhet pas këtij momenti. Deputetët e kuvendit kanë pasur në dispozicion 23 ditë për të kryer këtë detyrë kushtetuese nga momenti i konstituimit të tij. Ata vendosën që mos ta bëjnë këtë. Dhe ky është realiteti institucional me të cilin përballemi sot. Fakti që kuvendi ka zgjedhur të mos i shfrytëzoj ditët që i kishte në dispozicion nuk e ndryshon kushtetutën tonë. Nuk e shtyn afatin. E mbi të gjitha nuk e zhbën detyrimin tim të qartë kushtetues që ta shpërndaj këtë kuvend i cili dështoj. Kushtetuta nuk funksionon me logjikën e komoditetit politik. Ajo funksionon me logjikën e përgjegjësisë institucionale. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Prandaj sot nuk kemi një situatë të hapur interpretimi. Kemi një situatë ku afati kushtetues tashmë ka përfunduar. Në këto rrethana gjuha e kushtetutës është e detyrueshme. Neni 82 nuk thot se presidenti mund të zgjedhet deri 30 ditë para afatit. Thot duhet të zgjedhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra kjo nuk është një kompetencë diskrecionale, është një detyrim kushtetues. Dhe për këtë arsye, në përputhje me nenin 82 dhe nenin 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kam vendosur ta shpërndaj kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të shpall zgjedhjet e reja pas konsultimeve të cilat do t'i mbajmë me partitë politike. Natyrisht që qytetarët nuk kanë dashur zgjedhje, këtë situatë e ka krijuar dështimi i kuvendit për ta kryer detyrën e tyre kushtetuese. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, dhe një shtet që fillon ta relativizojë edhe vetë kushtetutën e tij. Në kohë pasigurisht të mëdha në rajon dhe në botë, Kosova nuk mund të përballojë luksin e zvarritjeve të pafunda dhe të legitimitetit të kontestuar. Sepse një shtet nuk dobësohet vetëm nga krizat e jashtme, shpesh dobësohet nga momentet kur institucionet e tij abuzohen për kalkulime të ulta e në kundërshtim me kushtetutën. Shteti mbahet në këmbë nga një parim i vetëm, ligji e kushtetuta mbi të gjithë. Edhe mbi politikën, edhe mbi krerët e institucioneve. Prandaj sot nuk po marr një vendim politik, por po përmbush një detyrim të qartë kushtetues dhe po u rikthej fjalën atyre që në demokraci e kanë gjithmonë fjalën e fundit, qytetarëve të Republikës së Kosovës. Të dashur qytetarë, dua të ndalem gjithashtu tek një debat që ka dominuar dje gjatë ditës. Dje, siç e dini, kam dorëzuar në kuvend amandamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga qytetarët. E kuptoj shumë mirë që kjo ka ngritur pyetje. Në një klim politike të tensionuar, çdo veprim shihet me dyshim dhe çdo vendim interpretohet përtej asaj që në fakt mund të jetë e vërtetë. Kjo është natyra e politikës, por dua të jem shumë e qartë me qytetarët e Republikës së Kosovës. Këto amandamente nuk do të kishin asnjë efekt për zgjedhjen e presidentit që do duhej të zgjedhej deri mbrëm, pra për pasardhësin e menjëhershëm të mandatit tim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vetë amandamentet, për të gjithë ata që i kanë lexuar, parashohin që procedura për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli duhet filloj 6 muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual.
Pra 6 muaj më herët, që do të thotë që edhe si kur këto amandamente të miratoheshin mbrëm, ato nuk do të ndryshonin asgjë sa i përket zgjedhjes së pasardhësit tim. Pra deri mbrëm në mesnatë ka qenë afati për zgjedhjen e pasardhësit tim, do të zgjedhej nga kuvendi dhe tek pas 5 vitesh do të krijohej mundësia për zgjedhje të drejtë për drejtë nga populli. Në qoftë se jam e qartë, pra kjo s'ka të bëj fare me mandatin tim, sepse mundësia për zgjedhje të drejtë për drejta nga populli do të krijohej tek pas 5 vitesh, sipas këtyre amendamenteve. Dhe jo tani, pra s'ka pas fare të bëj me mundësinë që unë të kandidoj në zgjedhje të reja tani. Dhe kjo është e qartë për këdo që i ka lexuar ato amendamente pas syzet e polemikës politike. Për më tepër është e rëndësishme të thuhet një e vërtetë që shpesh humbet në zhurmën e debatit politik. Këto amendamente nuk janë hartuar nga unë. Ato janë hartuar nga Komisioni Kushtetues i vitit 2011 dhe kanë kaluar tashmë vlerësimin e gjykatës kushtetuese. Pikrisht për këtë arsye, nuk kam pasur mundësi që t'i ndryshoj ato, sepse çdo ndryshim do të nënkuptonte që amendamentet të riktheheshin përsëri në gjykatën kushtetuese, duke zgjatur edhe më shumë një proces që tashmë ka pritur për vite të tëra. Të nderuar qytetar, po kthehem sërish te çështja e shpërndarjes së kuvendit. Arsyeja pse jemi sot këtu nuk është fare dekreti im, sepse dekreti është thjesht një formalitet që vjen pas një fakti tashmë të mirëqenë. Fakti është ky. Në mesnatë është mbyllur përfundimisht çdo mundësi kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Kjo nuk është çështje interpretimi, është çështje afatesh kushtetuese dhe këto afate tashmë kanë kaluar. Kjo do të thotë se edhe nëse procesi do të vazhdonte tutje, edhe nëse do të pritej, rezultati kushtetues nuk do të ndryshonte. Ne tashmë kemi hyrë në një territor shumë të qartë juridik. Prandaj pyetja që duhet bërë nuk është nëse do të ketë zgjedhje. Pyetja e vetme është sa do të kenë sukses disa që t'i zvarrisin ato. Pra pyetja e vetme është kur është data e zgjedhjeve. Qytetarët nuk kanë nevojë për vonesa të reja, kanë nevojë që të dëgjohet qartë zëri i tyre. Ata kanë nevojë po ashtu për qartësi, kanë nevojë për institucione që funksionojnë e jo që janë në funksion të zvarritjes. Kanë nevojë për një politik që nuk friksohet nga përgjegjësia. Jam plotësisht e vetëdijshme dhe e gatshme që ky dekret mund të kontestohet në gjykatën kushtetuese dhe dua ta them hapur. Kur nuk kam qenë më krenare se sa me këtë vendim. Jam shumë më e qetë të përballem me një kontestim për veprim në mbrojtje të kushtetutës se sa për mos veprim kur rrezikohen themelet e saj. Sepse në fund të fundit, në një republikë kushtetuese, përgjegjësia më e madhe nuk është të jesh i pëlqyer nga politika e ditës. Përgjegjësia më e madhe është të qëndrosh në anën e kushtetutës dhe në anën e interesit të Republikës, edhe kur kjo është e vështirë, edhe kur kjo nuk mund të pëlqehet. Por shtetet serioze ndërtohen pikrisht mbi këtë parim. Ligji mbi të gjithë dhe në këtë rast kushtetuta dhe Republika mbi të gjithë. Dhe sa i përket shpalljes së zgjedhjeve, gjykata jonë kushtetuese tashmë ka praktikë të qartë rreth kësaj. Bazuar në dispozitat e kustetutës, nuk mund të aplikohet afati 60 ditor i përcaktuar në nenin 82 pas afatit të përcaktuar në nenin 86.2 e kustetutës. Zgjedhja e presidentit pas afatit 30 ditor është në kundërshtim të qartë me kushtetutën. Sepse nëse ky do të ishte qëllimi i normës, pra të zhvleftësohej në tërësi afati detyrues, kushtetues i përcaktuar në nenin 86.2 dhe do të mundësoj ushtrimi i funksionit të presidentit Republikës nga një ushtrues detyre edhe në rrethana të cilat fare nuk i parasheh kushtetuta. Por siç e thash, ka praktikë të qartë të gjykatës kushtetuese, të cilat e kanë qartësuar edhe më tej obligimin tim për ta shpërndarë kuvendin në këtë rast. Aktgjykimi 72 thyje për 20 trajton në detaje kompetencën e presidentit edhe në rrethana në të cilat i njëjti ka për detyrë ose diskrecion shpërndarjen e kuvendit. Rrethanat e rastit specifik ndërlidhen me interpretimin e nenit 82.2 të kushtetutës, pra shpërndarjen e kuvendit pas votimit suksesshëm të mosbesimit të qeverisë, por megjithatë, aktgjykimi trajton edhe rrethanat e tjera. Dhe në paragrafet 384 deri 386 thekson se kushtetuta parasheh
që nëse kuvendi nuk arrin të kryej detyrimet të rëndësishme kushtetuese për të zgjedhur presidentin e Republikës, atëherë kuvendi duhet të shpërndahet me qëllim të krijimit të një kuvendi të ri që do të mund t'i kryej këto detyra të rëndësishme kushtetuese pas zgjedhjeve të reja të parakoshme. Pra jo vetëm kushtetuta, por edhe gjykata kushtetuese në praktikën e mehershme ka qenë jashtëzakonisht e qartë rreth kësaj. Ka edhe aktgjykime të tjera të cilat e mbështesin këtë. Për dallim, natyrisht se rrethanat e afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit janë edhe më të qarta se sa ato për zgjedhjen e qeverisë, dhe siç e përmenda më herët, këto tashmë kanë kristalizuar detyrimin tim kushtetues për të shpërndar kuvendin. Në fund, rasti i dërguar në gjykatën kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje nuk paraqet pengesë për nxjerrjen e dekretit për shpërndarjen e kuvendit, për aq sa gjykata nuk ka vendosur për masë pezulluese dhe siç e thash deri në këto momente nuk ka një masë të tillë nga ana e gjykatës. Po ashtu ekziston një praktikë e cila nuk e pengon shpërndarjen e kuvendit edhe në rast të shqyrtimit të kërkesave të palës që ndërlidhen pikrisht me konstituimin e kuvendit. Pra ne kemi pasur qysh vitin e kaluar raste kur palë nga kuvendi e kontestonin faktin se është konstituar kuvendi, por ne kemi vazhduar me shpërndarjet kuvendit, me shpallje të zgjedhjeve, me organizim të zgjedhjeve të reja dhe të gjitha kanë përfunduar. Pra, kjo është aspekti kushtetues, siç e thash edhe më herët, arsyeja pse sot jam detyruar që ta shpërndaj kuvendin, po e përsëris detyruar që ta shpërndaj kuvendin, është sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Në fund, i bëj thirrje gjykatës kushtetuese që ta trajtoj çdo çështje që ka të bëj me që mund të paraqitet edhe në të ardhmen rreth kësaj teme me urgjencë, duke e ditur se sa të rëndësishme janë qartësitë kushtetuese, duke mos lejuar asesi që qëllimet për zvarritje të dominojnë mbi interesin e Republikës së Kosovës dhe në asnjë moment mos lejojnë asnjë presion i cili do të mund ta ndryshonte interpretimin vetëm në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si presidente e Republikës së Kosovës në asnjë moment, sikurse edhe në të kaluarën, as nuk kam ndërhyr, as nuk do të ndërhyj dhe do ta mbroj çdo institucion të pavarur nga ndërhyrje që mund të tentohen për të ndryshuar një vendim që interpreton kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, siç e thash, edhe nëse dikush e dërgon këtë dekret në gjykatën kushtetuese, unë do të përballem qartë në mbrojtje të këtij akti, në mbrojtje të këtij dekreti, i cili është detyrim. Mos nxjerrja e këtij dekreti mua do të më vendoste në shkelje të qartë të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe këtë nuk e kam ndërmend ta bëj. Ju falenderit, ju lut për mirëkuptim, meqense po natyrisht me njëherë sot do të ftohen liderët e partive për datën e zgjedhjeve, sepse siç e dini është obligim që të konsultohen paraprakisht dhe është pasojë e nevojshme me njëherë pas shpërndarjes kuvendit që të shpallen edhe zgjedhjet e reja, por paraprakisht duhet një konsultim formal me partitë politike dhe me njëherë pas kësaj do të caktohet data. Unë do të kem mundësi t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve edhe pas dite. Pra ju lut për mirëkuptim që për çdo çështje tjetër, përfshi edhe për këto që sapo i thash, të ulemi edhe një herë dhe të diskutojmë më gjatë, ku do të kem mundësi edhe t'ju përgjigjem interesimit tuaj, por meqense jemi duke u nisur për prekaz, shpresoj për mirëkuptim për momentin. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zonja presidente. Do të qëmë konferencën për media nga presidentja Vjosa Osmani, e cila nxjerr dekret për shpërndarje të kuvendit i cili mbrëm dështoi të zgjedh presidentin e ardhshëm të Republikës së Kosovës. Valon? E pritshme kjo, sepse vullneti thashë... Jo, as pak e pritshme. Vendim kryen vetë Vjosa Osmanit. Shkurtimisht unë e kisha përmbledhur me dy fjali, lajm i mirë për Kosovën që Vjosa Osmani, sipas mendimit tim, nuk do të jetë prap presidente, po lajm i keq për qytetarët e Kosovës që do të më dalë prap zgjedhje për buxhetin që do të marrë miliona prap për me shku në zgjedhje. Po mbase para të rrinë, shkallon një si brozi, le të vjedhen se në qëtur në Jugosllavi. Po na bëhet si shpesh. Edhe këtu, qëtur rrinë. Po përsëritën si shpesh edhe në periudhë të shkurtër. Është mjet demokratik. Unë mendoj që është okay me shku në zgjedhje. Shohim çfarë do ndodh.
Atash, ideja është mi kapitalizu me sukses, mos më konë kurtin qeveri. Po si ju duk, ta komentojmë pak Azdren, si ju duk vetë fjalimi i presidentës? Qyre tash, Vjosa Osmani me këtë fjalim... Qëfar toni, qëfar duhet ishte edhe ndaj kuvendit? Që tu përdu me dalu, përveç që e kreu një obligim kushtetues në interpretimin tem, pa qenë juris as njerë, Vjosa Osmani e nisi fushatën sot. Ketë fjalimi i saj, ketë denoncim brutal, që din me bo kjo, po se kemi pa kur të e bo ndaj kurtit. Pra kretë kjo përmbajtja ati fjalimit, ke e adresoj që fajtori kryesor është një parti politike, pa qka se nuk e tha, pa jo lamë unë në kuptue, pra tash kemi me pas fushat interesante, kemi me pas akuza kundër akuza, këto akuzat në sjella mes Osmanit edhe vetë vendose që kanë me kënë përdiqme besojnë fushat, është mirë përfituar një palë të retë, do të në popull, kur dy palë për lanë, fiton një të reti. O mirë opozita tjetër, që nuk është as në fushën gravitacionale të Osmanit, as në fushën e Albin Kurtit. A kanë me bon, ata do rëndëzëmër se di, po shumë ka rëndësi për mu e qysh garon Vjosa. Nëse garon e për mu po, s'kon dilema që garon, a garon me një listë vetën, që urej me garu, mos me garu pragun, a hin e bon një listë formale që ka bo një senitën, edhe hin me ledeken, këto nuk e di. Që edhe kjo e fundit është skenari mundshëm për mu, o për ndryshë që që shtu do, o linjeri me zemër të plast. Nisi, barë duke thënë se jam këtu para jush, sepse përfaqësuesit e popullit të Krëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kështu nisi fjalimi i presidentës Osmani në këtë konferencë. Si të duk në përgjithësi dhe gjuha e saj? Për mu edhe takimet e fundit me ambasadore kështu, do më thonë veç ja kanë vullos që aje nuk është në asnjë shans për me vazhdu me qenë president, dhe tash është tu e fillu luftën politike, për mu e ka fillu luftën politike me Kurtin e ka fillu djetë, me thonë që këtë propozimi për amandamentem që presidenti mu votu për i popullit, kesh me thonë që popullim dënë mu, edhe në jam që me vendosa ta kom përdojnë si presidenti. Mirë po, tha që kjo nuk ishte për këtë periudhë kohore. Ama është qesharake me morë seriosisht. 5 viteve të ardhshme. Po, dhe veç është qesharake me morë seriosisht, që Vjosa Osmani në ditën e fundit të mandatit 5 vjeqar, i ronë men që dhëtë me pru dhe amandamente që populli me vendosë kush përdojnë me konë presidente. Që kjo ishë mënyra që është Vjosa ka zedhë, se na edhim që se cëllë politikan që vendosë mi fut një garës, e ka një kartë me cëllën hën garë. Në me thonë, për Vjosa Osmanin ishte kjo për me thonë që unë jam me delegu besimin qytetarëve të Kosovës, edhe ata kanë më mëzjedhë mu, sepse unë kam qenë presidentja ma e mirë për ta. Në me thonë, e ka shfrytzu ditën e fundit mandatit saj një kartë politike për me hynë garë dhe për me thonë që rivali në garën me Kurtin nuk është as LDK, as PDK, as kusht tjetër, jam mënë. Do të futet në garë? Absolutisht që do të futet në garë, kja ka thonë vitin e kalum të jeta gjara nëse ju kujtohet. Nuk më hecin qafe letë, nëse nuk ka marveshje për me vazhdu si presidente, unë do të kthejem garë. Pra, nuk është dikush i cëllë e ka me vazhdu që është të tha ma herët si Fatmir Sejdiu edhe president. Po kjo është për të mirë të vendit nëse do të futet në garë, pak në kështu po është komentuar, për shkak se opozita nuk ka arritur ta kryej punën në mënyrë më të mirë të mundshme, i është dashur një opozit më e fortë kësaj qeverie, pak në kështu është komentuar edhe nga analistët, nga gazetarët, nga diskusi. I duhet, ama opozit nuk është Vjosa Osmani. Se është e vërtet që qeverisë Kurti duhet një opozit e fort, po ajo nuk është Vjosa Osmani. Vjosa Osmani sot e mund një vendim politik, një vendim që asona e garanton fuqi ose rivalitet direkt me zotin Kurti. Normalisht që vetëvendosja këto nuk ka me pranu këtë vendim. Vetëvendosja sot e se njëse ka me shku në gjykatë kushtetuse. Dekretin kanë me dërgu. Po, kush vendos për datën e zgjedhjeve? Sepse, si që ta presidentja, një takim formal... Po, në këtë takim nuk shkën të ashtë vetëvendosja. Mes liderve. Ta shkina në një fazë, ku do më thënë, presidentja Osmani ka më refuzu komplet prej levizit vetëvendosje. Pra të shojmë një realitet ndryshe nga që ka kemi po vitin e kaluar. Po, totalisht ndryshe, sa ndryshon 180 gradë, dhe me këtë vendim të zonës Osmani, e cila është direkt kunder vendimit të mbranshëm të Albirina Haxhiu. Dhe më në është betej e hapër në dy fronte, juridikisht me Albirina Haxhiun, sekretare kuvendit, politikisht me Albin Kurtin, se sekretare qeverisë për edhe se njëri ma i votum. Ideja që ajo ka që vram ndryshim amandamentet kushtetuese është
këtë beteja përsëri politike, që unë për të lusë ty me dalë në duel, edhe kena me shpall, popullit e shpall fitusin. Nuk është fitusi Vjosa Osmani. Nuk e shasi... Prej 2021 nuk ka asë një vot që e dëshmën që Vjosa Osmani ka në përkraje. Nuk ka grup. Nuk ka grup vetën, një grup që me menze pa të kriju, jamur, Albini, u shkrinë në vetëvendosje. A mund të kthejt në LDK? Aja mund të më këty, gjithkona aja mund të më këty, partia liberale është pa kretar. Po menaj, po dhe? Menaj, ka edhe partijet e gjelbërve, kështë që ka... Ma LDK-ja ka një kretar që nuk e lëshën borësin e listës në asë në rëthanë. Nëse nuk mundet me ba një listës e një sendë, ka vakum në për partijet aktuale që mundet me ndryshu. Nëse është ashtë fort Vjosa Osmani, unë menaj që dhe partijet liberale, mundet me marrë dhe me që për para. Por nuk ka ekipën, nuk përsho, vetëm nëse që të të ri këshiltarët e sajnë a jam në ekip. Kush shkam la pa Osmanit, tashti është shumë diskutabili, në nuk kam në i farë personajë, një dikën që është në ekip. Kom një dilemë, kom e votu tash. Se qatë shumë zgjidhja? Jo, qaq pak në pa vlerë këto zgjidhjet aktuale që i kemi, nuk kanë validitet as njona. Partit nëse garën të njetat, PDK, LDK, AK, vetëvendosje, por bez zërë me votu. Dhe lista shpresa. Lista është demantuar një listë. Jo, era parë që shpresa vlese para, jo e fundit. Ajo që shka me, nëse ajo ka thonë që ka me marrë pjesë aktive në politikë, ajo që ka mundësin. Ajo nuk ka mundësi të ashtë me kriju një parti politike. Sepse mas pari procedura për me kriju, për me registru në KQZ-sën, nuk i garantojnë aksiona kohë për me marrë pjesë. Qyre, unë po besoj që këto zgjedhje do të marrë pjesë shokët e mi. Po, ajo gjithë shysh për së drejtë. Absolut, po, menoj që popullit do të kuptu një send që i vetëmi politikan koherent është Dardan Molliçaj, i cili asë njerës ka bo kompromise favorin personal për bindje ideologike. E na kemi nevoj për politikan që i ma ndo bindje, i kanë do bindje dhe i besojnë një projekti politik. Dardani politikani, jo i pa korruptuar deri në maksimumin e vetë, kur si kanë rrë stili jetës për arsyet politike, pra gjithmonë e ka njek parimin, asë njek strategjin, që për mu, vi bëj apel, nëse kandidon, Dardan Molliçaj është mirë mi bashku edhe me e votue. Bardh, do të merrni pjesë në këto zgjedhje? Na kemi kallëzu, do me thonë që është në përfundim të kur është dalë rezultati zgjedhjeve dhe kemi thonë që në situatën ku Kurti do të mjallon presidentin edhe kë me pas kontrol gjithçka, në secilën rrethon është më mirë me shku në zgjedhje dhe na si PSD nuk po i thojmë partive tjera shkoni ju në zgjedhje dhe na po ju kqyrim, por na kena me hi në zgjedhje, do të thonë. Është momenti që ju do të futeni në zgjedhje. Absolutisht është momenti sepse nëse përgjatë 4 vjetëve, 5 viteve të kalume, është folë qysh është mundësia që LDK-ja, PDK-ja, OK-ja kanë me rëdzu që të pushtet me një afat shkurt, ju kujtohet 3 muj, 4 muj, thëshin përdzën ambasada amerikane, përdzojnë ndërkombëtarët, përdzën gjykata kushtetuse, ka ekzistu një farë shprese që Kurti është froth, thëshin këta opozita parlamentare, praktikant, kena me largu shumë shpejt. Unë besoj që ky spjegim ka ra, unë besoj që spjegimi që i ka mbjetu kohës edhe që ka doli sakt për gjatë kësaj kohe, është spjegimi PSD-s që Kurti nuk largohet shpejt, Kurti do të me ndërtu një opozit të mirëfillt, jo të i vjedh vota njëri tjetrit, por një opozit që ka me luftu me protesta, me aksione, edhe ka me i dalë për balë në secilin ballafaqim të mundshëm, edhe unë menej që kjo është koha që qytetarët me u bashku në qitë projekt politik, unë eftoj secilin qytetar që ka bindje të njëjta me neve, edhe që menon që Kurti është i rrezikshëm me u bashku në projektin politik të PSD-s edhe me u bashku në... Ama bashkë presoj që projekti ju i politik të mësjet vetëm kjo Kurti është rrezikshëm. Jo, kret ata që dojnë mërzo Kurtin, i vetëmi person që e një mas mirti edhe e din që zotë është Dardan Molliçaj, saktësi milimetrike në parashikimet e tij, analizat e tija, edhe e ka por një me. I vetëmi politikan opozitar, jashtë kuvendit që ka pranuar më arrestuo o zhagoj policisë, ta tjetë asë një rrugë këmishën se kanë mo. Nisi fushata zyrtarisht. Unë kom që me pa ngarë. Kom që me pa ngarë. Ora 7, në ora 9, nisi zyrtarisht fushata. Deri 9 natës. Pas pak edhe me Valonin krejt në fund, nuk po dihet ende data e zgjedhjeve, çfarë do të ndodhë? Askuzohet që të ketë në prill zgjedhja ashtu siç është parashikuar gjatë vitit të kaluar apo mund të shtyhen deri verës? Nëse, si tha dhe Vullneti, nëse pranohen realisht me shku lëvizjave vendosje dhe partitë minoritare, besoj që do t'i përshtatet prap
preferencave të partisë pushtet, se e pa me edhe herën e kalume, do ndodhe njëjta gjë se shkon... Preferencat e tyre? Po preferencat e tyre tash nuk e di, a ekziston mundësia, po preferencat e tyre kish me qenë me lonë në korrekës e ngusht, kur edhe mbi popullohet Kosova, kështu që... Ata bashkëdhetarë që vinë e kanë Vjosa Osmani Kogja për zemër. E ta shohim se për Vjosa Osmani, unë besoj që ma mirë do të ishte të futej me ndonjë prej partive politike, nëse mund të themi në LDK, nëse e pranoj se e kem pa deklaratat e krerëve të LDK-s që kanë thonë se nuk ka vend më për Vjosa Osmani, se... Por ka një gjumë më të butë të Lumir Avdigjikut të Po, e kem pa se ka një farë parafrimi, po nëse futët vetë garë, problem që do ta kaloj Pragën, kështu që të shohim çfarë do ndodh. Të shohim se çfarë po ndodh. Faleminderit shumë që keni rekomandoj me gjithë një sponsor për popcorn. Kam në nevojë. Kam në shërbyer. Kujdesem me vullnet. Shumë faleminderit vullnet që keni bashkë me ne, Azdren, Bardh dhe Valon. Faleminderit që në fakt edhe arritët që edhe jashtë minutave të programit që planifikuam të sillni këto detaje për historia në emision. Mu më kanë zonë maratonat për pronë, prej rrugë që... Faleminderit shumë, ish dashur, kemi një shkputje publicitare që ndroni me ne, vetëm pas pak do të flasim për një temë krejt ndryshe nga ajo që biseduam në këto momente.